Përshëndetje nga kuzhina Niri, sot kam vendosur në përgatit një iftar të shpejt, një iftar shumë të shishëm që ja vlen ta provoni se cila e mutër. Krejt që kanë nevojitën prej përversve janë 1 kilogram patate, i kemi pastruar dhe i kemi ndarë kështu në pjesë jo shumë të holla as të trasha. 200 gram djath kaçkavall, 200 ml me qumsht, 300 ml me hupla ose ajk, 1 lugë të gjellës plot me miell, 2 lugë të gjellës me gjalp, 1 lugë të gjellës me regit, 1 lugë të mesme me këtë në mesën, pra muskat. Në unën tjetër e kemi marrë, pra 500 grame misht pulës, e kemi ndarë kështu në copa, edhe 1 lugë të mesme me veget. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek mishi pulës, e qesim vegetën, e përzina. Furrën e kemi çuar në temperaturë 230 gradë. Edhe kemi ly me gjalp. E kemi ly pra tepsin me gjalp, tash i marrim patatet e pastruara edhe e qesim në tepsin ku e kemi ly pra me gjalp. E renditim në tepsi, furra është nxehur. Andaj marrim mishin e pulës, pasi kemi qitë patatet, mishin e pulës përmi, e shpërndajna, edhe e fusim tepsin në furrën e nxehur. Tash se kemi qitë mishin e pulës përmi, e fusim tepsin me njëherë në furrën e nxehur, mandej fillojna me përgatitjen e sosit që kemi qitë masanena. Tash e morim një tenxhere ku edhe hedhim gjalpën e shkrina. Pra përgatitim edhe sosin. Pas e shkrije gjalpa, tash e morim miellin edhe e përzinim. Në qumshtin. E marrim tash telin e dorës. E tel të dorës pra e përzinim sosin. Që mos të bon kukla kështu nga njëve. Andej shtojna ajken. Ndryshe shlagzana. Melmesat. I kemi përzi edhe melmesat, tashti e marrim edhe djathin e qesim, pra djathin kaçkavall. Përzina ata. Tash sosin e kemi zi pra për një 7 minuta ka vlu. E kemi nojt tash të shpërritin. Në anën tjetër kom hek tepsin prej furrës. Me mishin që kom lanë pra për 20 minuta. Temperaturë 230 gradë. Bismillah, tash ja qesim këtë sosin për mi edhe prap e fusim tepsin po ashtu në temperaturë 230 gradë edhe pak.
Basi ja kemi qitë sosën, e fusim prapë të pësim pra në furën në nxehur temperaturë 230 gradë edhe pak e lojna brenda. Edhe patatet i kemi hek prej furrës me mishin e pulës, e shefni janë rreshkur, super të shishme bohen që ja vlen ta provoni se cila motër. I kemi lënë po ashtu mbas 20 minutave me parë, kur ja kemi qitë ashtu sosin edhe 20 minuta të tjerë. Bohen pra me të vërtet shumë të shishëm, të lëngshëm edhe kanë shihet mrekullueshme. Neve na baft mirë iftare e juve po ashtu nëse e provoni motër të dashura, Allah na pranoft agjerimin e tirin në recetën e radhës. Nga kuzhina neve të thamë miru pofshim.